Po mirë, sa ishin pensionet në vitin 2013? 86 euro ishte pensioni mesatar në vitin 2013. Ne kemi bojë 170, e kemi 2 fishuar. Po prapë është i vogël, apo së shumë? Po, kur e bëj këtë debat me mamin tim, mami im ka punu 25 vjet infermiere. Edhe i ra mamit shkret që 23 punonte në komunizëm, 22 në demokraci. Tani ato kontributet shoqërore që dhanë komunizëm në 92-shin i shplau Saliu. 0. Dhe Shqipëria filloi në 1992. Ç'kishe dhënë ti kontribut gjithë jetën tënde në vend që ato fabrikat, ato uzinat, ato pronat ti jepeshin sigurime shoqërore si kapital se kishin punu prindrit tanë. Ato mani me një dhanë gjoja ca letra me vlerë, ca pa vlerë. Dhe kjo është Shqipëria. Dhe kur erdhi Edi Rama në 2013, qa gjeti? Gjeti një skem pensionesh e cila kishte falimentuar larg qoftë sikur të vazhdonte edhe i vit Saliu, ne s'do kishim mundësi të jepshim pensionet. Pse e them falimentuar? Se na thon kanë nik shqiptarët. Keni dëgjuar këtë? Kanë nik. S'ka ngel njeri. Po mirë, dakord, po si ka mundësi që natyrisht që kanë nik një pjesë. Po si ka mundësi që në 2013-ën kishte të punësuar, pra që pagunin sigurime shoqërore, 1.023.000. Tani që pasanikur shqiptarët ke të punësuar që paguajnë sigurimet 1.327.000. Pra ke 300.000 veta më shumë që kontribojnë për këto të shkreta pensionesh. Por që ta dini edhe që është angazhimi jonë, po, është e vërtet që ne do të bëjmë shumë dhe ne do ta bëjmë pensionin mesatar e gjetëm 86 euro kur ja morëm pushtetin Saliut dhe do ta bëjmë 400 euro brenda mandatit tonë të ri.